Ku ishit ju kur ndodhi ngjarja? Kur ndodhi ngjarja, ne sa ishim nisur për në kish, arritëm në kish, e ndezëm qirinjt me djalin. Djali u gëzua se ndezi qirinjt. Dhe atje kaloi një ditë të bukur dhe të mirë me fëmijët. U kënaqën fëmijët, si kjo ditë nuk kishte qenë një ditë kështu, që një ditë e harrueshme, që unë do ta kujtoj për ditë. Kur erdhëm në shtëpi, erdhëm, ishte ora 1, i bëra buk djalit, më kërkoi buk. Sa e ngri buk djali, tha mami do dal për jashtë, do marr një akullor. Sa doli djali, unë u futa brënda. Nuk vonohem, tha mami. I thash ku do shkosh me mami? 5 minuta, më tha mami, se do dal tha me shok. I thash mos vono. Nuk vonohem, e mami, e di, tha, nuk vonohem, më ke merak, më tha. Unë sa hyra brënda, kur dëgjova ulërimat e fëmijëve, brolli me vrap, mami shkret, si ku ndjeu një gjë në krahor që i çpoj. Me vrap shkova dhe çpash bëj mot. Djali im ishte bërë cope qik, ishin e edhur fëmijët, nuk qatë shifja. Nuk e njofa, birin tim ishte bërë të merë.